vjeçare se di Kosova jep letër njoftim për fëmijët 14 vjeçare. Ja ka dhënë pasaportin, menzi ka kaluar. Një ashtu nona e vet 2 herë këtë vit e ka tentuar prap maltretime. Jo të kthejmë. Neve shqiptarëve të Medveçës Mërgata, kur zbrit aeroplani, neve na dojnë anash. Anash. Anash se na tani na këshyjnë njerëzit çka janë këta. Më vje keq. Krejt çfarë kërkoni ju, pra si aktivist? Ne kërkojmë nga zotëri Kurti, nga qeveria jashme, nga subjektet politike, nga intelektualët e Kosovës, gjitha institucionet, na i mundsojnë lëvizjen e lirë, se ne kemi familjet këtu. Po, dhe ju nuk e keni lëvizjen e lirë. Ne nuk e kemi lëvizjen e lirë. Ekziston ai vendim në gjitha aviokompanit, EasyJet, Swisë, në Gjermani, në Itali, në Amerikë ka ndodhur një rast i tillë. Ta hekin qatë vendim, ta shtojnë vendimin, mujnë me udhëtue me leqëndrimin e atij na shtetit ku punojmë. Gjitha këto që ka më dojë thonë, janë të vërteta. Keni vështirësi për të Një ashtu, për Gjermania, vjen një njeri cili u bë operacion 5-6 herë, me zirë rrinë kam, Sabri Rushiti. Me zi e lanë. E kemi një kusheri temin, i cili i vdes nana, nuk mundët me hip në aeroplan se pas atina vendime, dhe shkon Shkup. Kjo është ai problemi që neve na mund një na... Keni probleme dhe kërkoni lehtësimin e këtyre masave. I kërkojmë lehtësimin... Por kjo është pjesë e një marrëveshje e cila ka qenë si një lloj reciprociteti. Po, një lloj reciprociteti nuk di cila qeveri e ka marrë, se ne kemi thirrë edhe në aviokompaniat, ka thonë, ne e kemi vendim nga qeveria e Kosovës. Policia e Kosovës, thotë zotërisë e Kurti, sa di unë nëse më kujtohet, tha, merr një numrin e policit. Jo, ne nuk do të jam numrin e policit, sa ndoshta e largon për opinion, pse me hupaj puna, e ka vendim, ai nuk punon kryen vetë. Ato ne e kërkojmë. Ta i mësojnë lëvizjen e lirë. E qartë, dhe një temë që po më në fakt do të trajtohet kështu edhe do të mundohemi të kemi edhe përgjigje edhe nga qeveria dhe do ta kuptojmë edhe më në detaje se për çfarë saktësisht bëhet fjalë, por megjithatë çfarë ka rëndësi është që ju keni probleme për të ardhur në Kosovë dhe ju duhet që të shkoni në Beograd, nga Beogradi me çfarë vini nga Beogradi këtu? Me çfarë vini? Me makinë? Në autobus. Në autobus. Autobus.